Ishte zyrtar ajo. Ku po ule OÇK-s i themi ne? Ku po ule OÇK-s? Në atë ku? Nuk di si i thoni ju, unë di si që ka qenë për mu. Dhe, natyrisht, unë qova në gjitha institucionet dhe shtetit pastaj, por dhe ai njifesh për këtë punë. Pastaj na solli gjithë të dashimin ai Magasell edhe Kadrin edhe. Keni pas takime edhe me ish presidentin Thaçi normalisht. Ish kreun e Shikut Kadri Veselin. Jeni taku gjatë luftës? Sigurisht. Kanë ardhur shumë herët. Kujtohet ndaj diçka që të ka mbetë në kokë sot asaj dite? Që të ka thonë presidenti Hashim Thaçi? Jo. Kemi folë vetëm për luftën. Personalisht njifeshim shumë pak. Nuk largohesh biseda nga çështjet e luftës. Natyrisht, kur shkonin për të në një drejtë, se ka ndodhur edhe gjëra të tilla, bëhesh edhe në shaka dhe në gjë. Absolutisht, atë e kam fjalën. Po jo, nuk më kam mbetur në një gjë. Domethënë, flitet kështu rëndom në për popull si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri që Pandeli Majko nuk i doli në ndihmë ushtrisë ligjore të Kosovës, cila është e vërteta, profesor në fakt? Jo, nuk. Ishte kryeministër dhe ai u ndodh, ishte kryeministër akoma kur kishte embargo kontra dërgimit të materialeve, armëve. Ndërkohë që dërgimi kishte filluar para se të vinte Pandeli Majko deputat, ashtu kryeministër. Dhe ajo dëgjoi këtë gjë. Fatkeqësisht nuk kishim folur me të me njëri tjetër, nuk më pyeti fare. Dhe mori vesh që po. Ndërkohë që qunte që po thyet embargo, shteti shqiptar ka përgjegjësi për këtë punë dhe qunte detyrë të vetën që të merrte masa. Munduam të sqarojmë që shiko, ato që thuhen embargo më tash janë probleme të mëdha. Po, ka dhe probleme tjera nga ato që s'thuhen. Ndërkohë, dhe bashkuara ishin bërë për krasi kryesor i luftës Kosovë. Dhe dini shumë mirë, vinin armë nga Amerika. Jo nga Afrika, dhe jo vetëm nga Evropa, po dhe nga Amerika. Si ishte më e për... Mundu me sqaru që kështu është situata. Politika e madhe amerikane hiqet serioze, se njeh, në fillimi qytën kriminela ose terrorista. Jo kriminela. I qytin terrorista, pastaj avash avash e kuptuan që këta njerëz nuk ishin terroristë, po sakrifikonin për vendin e tyre. Terroristët nuk sakrifikojnë. Vritet në një, vetë vritet nga ata. Kapa ata janë jo normal, sigurisht. Po si u bë puna që domethënë në Ramboj kishte edhe njerëz të Shishit? Jo. Nuk ka pas njerëz? Jo, nuk ka pas. Të Shishit, jo. Ati ka qenë një që më vonë erdhi në Shish, po ishte nga policia. Jo, nuk e bisedun këtë punë, s'kishte nevojë. Pse, aty shkuan disa ndihmuesa, me qenë se praktikisht në bisedime po diskutohesh për një Kosovë të ardhshme. Jo si shteti pavarur natyrisht, po një Kosovë të ardhshme që do kishte policinë e saj, më thashë. Të gjitha institucionet e nevojshme. Dhe u quan, gjatë bisedimeve u quan edhe këshilltar në gjitha këto fusha që një shtet ka interes, në mënyrë që në bisedimet të bënin pretendime më profesionale, se sa të shkonin vetëm Hashimi, po themi Zeka, më thetash, të kishin këshilltar që të pranonin ose jo, si që ndodhim vërtet. Për këtë u quan, jo se ata s'kan marrë pjesë kurrë në bisedime. Ata kanë qenë këshilltar që takoshin mbas ditë të drekave, bisedonin që u tha. Kjo ka qenë ndihma. Kryesisht diplomatike ka qenë ndihma. Ati ka shku ministri jashtëm. Por qëndronin jashtë kështjellës. Dhe konsultohesh. Kjo ishte ndihma, ka që mund bënin. Nuk ishte Shqipëria pjesë në diskutimet e Rambojës. Deri në atë kohë ka qenë më pak i njohur ish presidenti Hashim Thaçi, apo jo? Po, sigurisht. Atje u zgjodh kryetari i ekipit. Nga kush? Po nga gjithë ata që ishin bashkë. Nga kush. Shikove, nuk kanë vendos vetë.
Më beso, se është periodë ideja sikur shteti shqiptar asnjë gjë. Kanë vendosur vetë, sigurisht kishin edhe ndihmë, kishin amerikanët mbështetje. Në atë kohë kisha avancuar fort mbështetja e Shtetet Bashkuara, Anglisë, të gjithë shërbimet e vendeve të mëdha ishin në Shqipëri në atë kohë dhe ne dinim hapur që ata e dinin më përpara nesh se çfarë do ndodhte. Nuk them për bombardimet, po që në fundit mund të shkohesh dhe në zgjidhje me forcë, siç shkoi. Dhe zgjidhet me forcë, shërbimet janë të parat që shikojnë terrenin, shikojnë pyesin si qysh. Kështu që këta ishin vërë shumë të rëndësishëm. Njerëzit e UÇK-s që ishin në Tiranë. Ata komunikonin, po ta gjeni nashimin ishte në luftë. Megjithatë e vinte her pas here dhe po në Rambuje pastaj u bë një figurë kryesore. E kam dëgju kështu derisa kom nejtë se jemi edhe meq kështu, po mënoj me Xhavet Halitin e me Dajën e me shumë prej tyre. Edhe gjatë biseda kështu e kam dëgju per pas here në biseda private duke thonë që